Klajdi, a mund themi që ky rikthim ju ka ndryshuar jetën? Sigurisht që më ka ndryshuar jetën. Ka filluar bashkëpunimet muzikore, dhuratat e marra, super dhuratën në saktë e marrë nga Are Brajdari dhe Fundeva Ndryshe. Ajo shtëpia, domethënë që nuk është pak, nuk e di do ta kisha realizuar dot vetë ndonjëherë në jetë. Këto janë stimuj shumë të mëdhenj për të vazhduar, për të dhënë motivin për të zgjuar në mëngjes, për të vazhduar përpara, për të dalë nga bota e errët e depresionit, e ankthit, të stresit, ku isha pak i izoluar, kam qenë goxha shumë, po them pak se e kaloj me qeshur çfarë të bëj. Edhe këto janë gjëra, janë shumë shtysa për të vazhduar përpara dhe unë po vazhdoj. Shqipëria s'ka bërë kurrë dhe ende vazhdoj të mos bëj as për aktor, as për këngëtar, për asnjë lloj zhanri artistik. Kështu funksionon, por kemi fatin ndonjëherë që marrim pjesë në programe si Big Brother, ku marrim dhe ushqim shpirtëror dhe ekonomik dhe këto na duhen për të vazhduar, për të ringritur, për të rikthyer dhe për të vazhduar përpara me jetën, sepse mjafton një fjalë mirë, mjafton një gest, një dhuratë, ta ndryshon humorin, ta ndryshon ditën, javën, muajin, por dhe vitin.